Mateo është një nga ata persona që nuk të bie në sy për zhurmën që bën, por për mënyrën se si sillet, për qetësinë që transmeton dhe për respektin që tregon në çdo situatë. Në një ambient si Big Brother, ku shpesh vëmendja fitohet përmes debateve, tensioneve dhe konflikteve, ai ka zgjedhur një rrugë tjetër, atë të dinjitetit, të maturisë dhe të komunikimit të pastër. Ai nuk është përfshirë në ofendime, nuk ka përdorur fjalë të rënda dhe nuk ka kërkuar të ulë të tjerët për të ngritur veten. Përkundrazi, Mateo ka treguar se forca e vërtet qëndron te vetë kontrolli dhe te respekti për të tjerët. Të jesh i qetë në një ambient kaq të ngarkuar emocionalisht nuk është dobësi, por një shenjë e inteligjencës dhe e karakterit të fortë. Ai ka ditur të dëgjojë, të reflektojë dhe të reagojë me maturi, duke treguar një nivel të lartë qytetarie që shpesh mungon në situata të tilla. Një tjetër arsye pse Mateo meriton fitoren është mënyra si ai ka ndërtuar marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ai nuk ka krijuar lidhje të rreme për lojë, por ka qenë i sinqert në ndjenjat e tij. Fakti që u dashurua brenda këtij rrugëtimi e bën historinë e tij edhe më njerëzore dhe më të ndjerë. Dashuria në një ambient të izoluar dhe nën presion nuk është e lehtë, por ai ka treguar se di të ndjejë dhe të jap pa humbur veten. Të arrish në finale nuk është frastësi. Është rezultati një rruge të gjatë, e mbushur me sfida, prova dhe momente ku karakteri vihet në provë çdo ditë. Mateo ka arritur deri këtu pa kompromise me vlerat e tij. Ai ka qëndruar besnik ndaj vetes, pa u ndikuar nga presioni për të ndryshuar sjellje vetëm për të marrë vëmendje. Kjo është diçka që publiku e vlerëson gjithmonë, autenticitetin. Fitoria e Mateos do të ishte një mesazh i fortë për të gjithë, se nuk është e nevojshme të jesh agresiv apo konfliktual për të fituar, se mirësia, respekti dhe inteligjenca kanë vend dhe mund të triumfojnë. Ai përfaqëson një model pozitiv, sidomos për të rinjt, duke treguar se suksesi mund të vijë edhe duke qenë i drejtë, i qetë dhe i ndershëm. Në fund, Mateo nuk është thjesht një finalist, ai është një shembull i një loje të pastër, i një karakteri të qëndrueshëm dhe i një njeriu që ka zgjedhur të mbetet vetvetja në çdo moment. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai meriton të fitojë.